to what remains of Iran's forces. Sekretari Amerikan I mbrojtjes Pete Hegseth shkaktoi reagime të forta me deklaratat e tij lidhur me të burgosurit e mbajtur në kampin e paraburgimit në gjirin e Guantanamos, kur tha se sipas bindjes personale, disa prej tyre duhet të ishin ekzekutuar shumë vite më parë për krimet e kryera kundër Shteteve të Bashkuara. Hegseth I bëri komentet gjatë një konferencë për shtyp të mbajtur në Tampa të Floridës, pas një vizite në bazën detare amerikane atje. Vizita u zhvillua në një periudhë tensionesh të shtuara ndërkombëtare dhe kishte për qëllim sipas Pentagonit takime me personelin ushtarak dhe vlerësimin e operacioneve në terren. Gjatë konferencës, Hegseth u pyet nga komentatorja konservatore Laura Lomer për arsyet pse disa prej figurave më të njohura të terrorizmit ndërkombëtar vazhdojnë të mbahen në Guantanamo pas më shumë se 2 dekadash. Lomer ju referua veçanërisht Khalid Sheikh Mohammed, I konsideruar nga autoritetet amerikane si arkitekti kryesor I sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe ngriti pyetjen përse qeveria amerikane ka zgjedhur ta mbajë atë gjallë. Kam shkruar gjërësisht për këtë çështje, sipas mendimit tim personal, këta të burgosur të Guantanamos duhet të ishin ekzekutuar shumë kohë më parë për krime që kanë kryer kundër popullit amerikan, citohet të jetë përgjigjur Hegseth. Sekretari I mbrojtjes shtoi se sipas tij, proceset e gjata ligjore dhe burokratike kanë penguar vendosjen e drejtësisë në raste të tilla, teksa kujtoi se ka shërbyer edhe vetë më parë në bazën e Guantanamos dhe tha se sistemi amerikan I drejtësisë është përballur me vështirësi në trajtimin e këtyre çështjeve. Aktualisht, në këtë strukturë mbahen 15 të burgosur, 5 nga të cilët akuzohen për përfshirje në planifikimin dhe organizimin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit.